Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kompania Turkish Airlines vendos të shesë të gjitha aksionet që zotëron në kompaninë shqiptare të fluturimeve Air Albania. Bordi Turkish Airlines njoftoi nëpërmjet një shpallje të shkurtër sot dëshiste aksionet e tij në Air Albania SHPK, ku zotëron 49% të totalit të aksioneve, duke shtuar se çdo zhvillim i lidhur me këtë vendim do të ndajë me investitorët, aksionerët e mbetur. MDN Investment dhe Alp Control tani përballen me detyrën e sigurimit të një investitori të ri, ndërsa Air Albania vazhdon të operojë me një flotë minimale. Dalja e Turkish Airlines nga ky partneritet vjen më njëherë pasi ra dakord të blinte deri në 27% të Air Europa, një veprim që synon zgjerimin e shtrirjes globale dhe hapjen e tregjeve të reja të turizmit dhe ngarkesave midis Turqisë dhe Amerikës Latine. Bota. Presidenti amerikan Donald Trump vlerëson pozitivisht ecurinë e zhvillimeve për arritjen një marrëveshje të paqes në Ukrainë pas propozimit të një plani 28 pikësh. A është vërtet e mundur që të bëhet përparim i madh për bisedimet e paqes midis Rusisë dhe Ukrainës? Mos e besoni derisa ta shihni, por diçka e mirë mund të jetë duke ndodhur. Zoti e bekoft Amerikën, shkruan Donald Trump në një postim në Truth Social. Pas takimit, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio dhe kreu delegacionit Ukrainës kanë vlerësuar se bisedimet kanë qenë shumë produktive. Merret presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se dhënia e territorit Ukrainas Rusisë është problemi kryesor për arritjen e një marrëveshje paqe. Sipas tij, kjo do të shënonte një precedent të rrezikshëm. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha se propozimi amerikan për paqe ka ndihmuar që Kievi dhe Washingtoni të afrohen drejt përfundimit të luftës mes Rusisë dhe Ukrainës. Në intervistë për Radio Europa Lir nga selia e Aleancës në Bruksel më 24 nëntor, Rutte përshkroi si shumë të suksesshëm raundin e bisedimeve të zhvilluara gjatë fundjavës për propozimin e Washingtonit. Well, obviously, some of the elements have to be really thought through, but what you've seen yesterday in the meeting in Geneva, that as a basis, it helped to bring Ukraine and the US very close on the way forward. Plani publikuar nga disa media ndezi alarmi në disa kryeqytet europiane, me disa që quajtën atë si listë dëshirash të Kremlinit. Franca nënvizon rolin që duhet të ketë Europa si palë në bisedimet për arritjen e paqes. Presidenti francez Emmanuel Macron deklaroi në një intervistë se u takon europianëve të vendosin se si t'i përdorin asetet e ngrira ruse të cilat Donald Trump po i propozon si pjesë e planit të tij për të investuar në projekte të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të rindërtuar Ukrainën. Sipas Macron, presidenti rus Vladimir Putin nuk dëshiron të japë fund luftës, pasi sot ai vazhdon të vrasë civil dhe të shkatrojë në mënyrë metodike gjithçka që lidhet me energjinë elektrike dhe të zhysë popullsinë në të ftohtë dhe errësirë. Moska intensifikon sulmet ndaj Ukrainës. Forcat ruse nisën një sulm të kombinuar ajror kundër Ukrainës duke përdorur raketa kruiz dhe balistike si dhe dron sulmi. Të paktën 4 persona janë vrarë në një sulm rus në një lagje të Kievit. Sipas kreut të administratës ushtarake të qytetit, edhe një ndërtesë nëntkatëshe u godit gjithashtu, ndërsa zjarret në katet e sipërme janë shuar dhe po punohet për kërkimin e viktimave të mundshme. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.